bëhen zëdhënësit e komunitetit në nevojën për investime dhe për vende të reja pune. Në bashkëpunim me qeverinë, le të nisim një orë më parë planifikimin e vizitave të punës jashtë vendit për të kontaktuar si deputet me botën e biznesit në Itali, Greqi, Turqi, po dhe në Gjermani, Austri, Francë dhe Gjetk, dhe për të paraqitur potencialet dhe avantazhet e këtij vendi sipas zonave të ndryshme. Ju siguroj që interesi është aty, kompanitë e interesuara janë aty, dhe na takon ne që me iniciativën tonë t'i kontaktojmë, të komunikojmë me to dhe t'i bindim për avantazhet që ka hapja e një ndërmarrje sado të vogël apo e një investimi sado të madh në Shqipëri. Është koha që deputetët që kanë kujdestari zona rurale të nisin komunikimin intensiv për të krijuar terren e përshtatshëm në funksion të jetësimit programit tonë dhe ndërtimit të shtyllës tjetër të modelit të ri ekonomik që është zhvillimi modern rural. Certifikatet e pronësisë mbi tokën, sigurimi i ujit në parcel, nxitja e kooperimit mes fermerëve janë element themelor të rrugës sonë të jetësimit të programit të qeverisës, që kërkojnë me patjetër komunikim intensiv me komunitetet rurale dhe prandaj edhe kontributin e pazëvendësueshëm të çdo deputeti. Janë element themelor të gjithë fushatës sonë. Janë element themelor të gjithë komunikimit që secili prej nesh ka bërë me banorët e zonave rurale, janë element themelor të punës përditshme që kemi sot, për të garantuar që në fund të këtij mandati certifikatet e pronësisë mbi tokën të jenë kapitulli i mbyllur, sigurimi i ujit në parcel të jetë kapitulli i mbyllur dhe pa asnjë dyshim nxitja e kooperimit mes fermerëve të ketë sjell rezultate konkrete. Është koha të kthehemi në tokat e bukës, jo për të kërkuar vota, po për të bërë realitet. Qëllimet që i shtyn njerëzit në japin më shumë vota se asnjëherë dhe në fshat. Të identifikojmë potencialet për të krijuar modelet e para të suksesit, duke bashkuar njerëzit për projekte të përbashkëta dhe duke bashkuar qeverinë me njerëzit në realizimin me sukses të këtyre projekteve. Është koha të fillojmë diskutimin në komunitetet e zonave informale për procesin e legalizimit të shtëpive falas, duke synuar dhe në këtë aspekt ndërtimin e disa modeleve të suksesshme që duhet ngrihen mbi bashkëpunimin mes zgjedhësve, të zgjedhurve dhe qeverisë së vendit. Pra, dashur miq dhe kolegë, është koha që të gjithë pa përjashtim të kuptojnë, jo thjesht këtu në këtë sallë, po në rreth parë në këtë sallë, se në 23 qershor kemi marrë një detyrë të lartë. Dhe i vetmi privilegj i ri që kemi fituar është privilegji për t'i shërbyer njerëzve me përkushtim. Për t'i shërbyer Shqipërisë me përkushtim. Dhe për të justifikuar me përkushtim dhe me fakte që burojnë nga puna e përditshme, detyrën e lartë që 1 milion shqiptar na ngarkuan. Faleminderit.